në këtë grupim bashkë me shumë kolegë të tut, por në këtë rast një parti kur deklaron me gojën e kryetarit saj ose të departamenteve të saj ose të gjithë konkurrentëve garus për pozicionet parlamentare dhe jo vetëm programin e një partie, ai ardhet ka një rrezik që të tingëlloj ose ex cathedra, pra si një libër i përgjithshëm me premtime efimerike, ose mund të tingëlloj i pamundshëm, i parealizueshëm, ose mund të tingëlloj gjithë farloj, por mund të tingëlloj dhe shpeshherë kur ka frym dhe kur i ka ardhur në majë të hundës nga një lloj qeverisë caktuar njerëzve, mund të konsideroj me shpresë dhe njëkohësisht që të sjell emocion në raport me zgjedhjet. Po për të mbritur ky moment, njeriu i zakonshëm shqiptar duhet ta kuptojë programin sipas analizës tënde. Ka mbritur elektorati shqiptar ta kuptojë programin e partisë opozitare që tenton të vinë pushtet? Tashmë në Shqipëri ka ndodhur disa fenomene që kultura demokratike këtu nuk është se ka prevaluar gjithmonë, ku shqiptarët në shumicën e rasteve nuk është se kanë zgjedhur, s'kan votuar programin, por kanë dhënë më shumë një vot kundër se sa një vot pro për opozitën e kohës për të ardhur në pushtet. Besoj se mësimin e kanë marrë me këtë 3 mandatin e Edi Ramës, që vota është shumë e rëndësishme, programi është shumë i rëndësishëm. Edi Rama ne po themi që është pa program në këtë lloj zgjedhje, po në këtë mandat ku po kërkon një mandat 4, po edhe në mandatin e 3 ishte pa program, ishte Edi Rama, ishte me timon me një dajre, po me sa duket në atë rast Edi Ramës i ka hes magjia, sepse i kishte që gjithë linjat në dorë, edhe ky e kishte shtruar fushën, mjaftonte që të bënte ahenge, dajre, muhabet, sepse tjetër kush do ja njihte edhe vjedhjen e zgjedhjeve, do i siguronte edhe vazhdimin e pushtetit. Në këtë rast opozita ka pas shumë të vështirë për të çarë, për penetruar tek publiku, sepse mos harrojmë edhe censurën mediatike është shumë e madhe në krahasim me çfarë mund të ketë qenë ndonjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë për një opozitë. Jemi në kushte jo të barabarta për të luftuar këtë lloj regjimi, paktën opozita me opozitën. Programi i Partisë Demokratike është palosur, Partia Demokratike ka shpalosur her pas here programin, po që një program ekonomik është një program që ne na prek drejt për drejt dhe i ngullet. Duke patur ke shumë të drejtë, duke patur parasysh që përgjithsisht edhe për kulturën patyshim që ka interes, po si më thon njerëzit, për te stomakut dhe barkut mund të bësh edhe pa këngë valle. Por në këtë mes si vjen programi për ekonominë? Domethënë si e ke analizuar ti? Shikoj, ndryshim nga programi shkatrues i Partisë Socialiste që kemi parë të aplikohet deri tani në Shqipëri, ku vendi është populluar, shqiptarët janë varfëruar në skamje, është mbjell një analfabetizëm shoqëror, ku rezultatet e PISA-s na tregojnë që varësimi në Shqipëri është në nivele dramatike. Nga ana tjetër kemi një program premtues të Partisë Demokratike, një program i thjeshtë, i prekshëm për shqiptarët si brenda dhe jashtë vendit, për shembull, një program ekonomik i mirë do prikte si shqiptarët brenda, po edhe shqiptarët që janë jashtë, me remitancat e tyre mbajnë këto familje që janë këtu. Pra, Partia Demokratike ka alternuar këtë radhë, ka goditur situatën ekonomike në vend. Kemi paketën e dëmshërisë që lideri i opozitës Sali Berisha e ka shpërfaqur në gjitha pothuajse në gjitha takimet e tij, ku pensionistët nuk janë shumë 200 euro në këtë kohë që po jetojnë, po nuk janë më shumë se sa 120 euro. Ka një rrezik Ardit që duke qenë se pensionistë